Në lidhje me atë çfarë tha deputeti Besnik Tahiri, pyetja e tij ishte që çfarë po bëhet për sektorin privat, sepse është dhënë paga e 13 për sektorin publik, dhe në anën tjetër gjithashtu shtoi diçka që nuk qëndron, pra tha kërkun tjetër nuk jepet paga e 13. Pra në një hulumtim të thjesht, deputeti Tahiri do ta gjente se paga e 13 është obligative në disa prej shteteve të Bashkimit Evropian, siç është Italia, Spanja, Portugalia dhe të tjera, ndërkaq megjithse nuk është obligative ligjërisht, është zakonore, pra që në fund të vitit të jepet paga e 13 e madje në disa raste edhe e 14, pra 2 herë në vit, në shtete siç janë Austria, Gjermania, Holanda, Franca e kështu me radhë. Pra nuk është që po shpikim diçka, kjo praktik ekziston në shtetet e Bashkimit Evropian dhe ne kemi ndjekur të ngjajshmen. Sa i përket asaj se çfarë po bëhet për sektorin privat apo çfarë qeveria ka bërë, më lejoni t'ju rikujtoj që 70 milion euro në dhjetor të vitit kaluar janë dhënë si pagesë e njëhershme, pra për gjitha familjet që kanë fëmijë apo pensionist. Pra gjitha familjet kanë qenë përfituese. Pensionistët kanë marrë një shtesë prej 100 euro në fund të vitit, e gjithashtu secili fëmijë dhe secila familje që ka pasur fëmijë, për çdo fëmijë ka marrë nga 100 euro shtesë. Për më tepër, pra përveç pagesës së njëhershme, më lejoni gjithashtu t'ju rikujtoj që me qeverisjen tonë për sektorin privat dhe për gjitha familjet, pra për nënat dhe fëmijët, tashmë jo një herë në vit, për çdo vit ipen 200 milion euro për shtesat për fëmijë dhe për shtesat për nëna lehona. Gjithashtu sa i përket sektorit privat dhe punëtorëve në sektorin privat, për herë të parë pas më se një dekade ka pasur rritje të pagës minimale dhe ajo si vjet pra bëhet 500 euro. Aktualisht është 425 euro bruto, ndërkaq në korrekt të këtij viti bëhet 500 euro. Sa i përket pagës së 13, ne e kemi dhënë në sektorin publik sepse jemi punëdhënës i sektorit publik. Pra i takon punëdhënësit që ta jap pagën e 13. Nëse ju mendoni, pra që edhe sektori privat duhet ta bëjë një gjë të tillë, këtë ndoshta edhe mund ta mandatojmë me ligj, ngjajshëm siç e kanë disa shtete evropiane. Ne kemi menduar si qeveri që është më mirë të lihet në vullnetin, pra e punëdhënësve që të vlerësojnë për dhënien e pagës së 13 dhe i inkurajojmë të tillët, pra që ta ndjekin këtë praktik dhe të fillojnë me dhënien e pagës së 13, por nëse mendoni si kuvend që kjo duhet të bëhet obligative me ligj, ne jemi të hapur ta shqyrtojmë një gjë të tillë.